Çaji I thrave esëll, pijeni 2 herë në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre sëmundjeve. Ithra është një bimë e egër që është përdorur rregullisht në vendin tonë. Lëngu I ithrës ndoshta nuk futet në listën e zgjedhjeve të preferuara të çajrave për shumë konsumator. Megjithatë, ky lëng është I shijshëm, plot me vlera, pasi arrin të ulë edhe lehtësoj problemet alergjive, të dhimbjeve, të përmirësoj imunitetin dhe të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por si duhet të përgatisni çajin e ithrës dhe ta përdorni atë? Në një tenxhere të vogël hidhni një filxhan me gjethet e ithrës dhe 2 gota ujë. Shtoni më shumë ujë nëse preferoni çajin të jetë më I dobët. Çaji I ithrës mund të ofrojë gjithashtu shumë përfitime. E lini të vlojë dhe më pas hiqeni nga zjarri. Lëreni gjethet të qëndrojnë për rreth 5 minuta dhe hidheni në një sit për ta akulluar. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej tij? Sipas Elfline, në këtë video do të rëndisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi I çajit të ithrave. Ithrat ofrojnë përfitime antiinflamatore. Ithrat kanë veti antiinflamatore që ndihmojnë me çrregullimet inflamatore dhe reduktimin e simptomave në kushte të tilla si ekzemat, artriti ose psoriaza. Ajo është e pasur me antioksidant. Çaji I ithrave përmban nivele të larta të antioksidantëve, të cilët në një dietë të pasur me antioksidantë të tillë ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave tona nga dëmtimet dhe zvogëlojnë rrezikun e komplikacioneve të caktuara, siç janë ato të zemrës dhe radikalet e lira, citon Elfline. Ndihmon në mbështetjen e shëndetit të kockave. Ithrat përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh që ndihmojnë në mbështetjen e shëndetit të kockave dhe, duke përfshirë kalciumin, magnezin, fosforin, zinkun dhe vitaminën K. Ato përmbajnë të gjitha nivelet e larta të borit që ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kalciumit në trup, që ndihmojnë në parandalimin e osteoporozës. Ithrat gjithashtu kanë veti të mira shëruese edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Ithrat janë një antihistamin natyrale që kanë veti antiinflamatore dhe antibakteriale, që mund të ndihmojnë në trajtimin e problemeve të caktuara të lëkurës, siç janë puçrat, problemeve të ekzemave e të tjera. Ndaj përdorimet të tilla të ithrave sigurisht që do të luajë një rol pozitiv kundër komplikacioneve të lëkurës. Ato mund të ndihmojnë me një seçde në shëndetin e meshkujve. Vetit antiinflamatore, antihistamike dhe antivirale të ithrës janë zbuluar se ndihmojnë në lehtësimin e problemeve të prostatës dhe mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë për meshkujt të cilët vuajnë nga prostata. Gjithmonë duke u konsultuar me ekspertin e duhur, ato mund të kthehen në një element pozitiv për shëndetin tuaj. Ithra mund të zvogëlojë gjithashtu edhe dhimbjet që shkaktohen nga artriti. Në një studim nga Universiteti Plymouth zbuloi se ithra mund të zvogëlojë dhimbjet dhe paaftësinë të ata persona që vuajnë nga osteoartriti. Ajo ndihmon në përmirësimin e niveleve të sheqerit në trup. Është zbuluar se ithra përmirëson nivelin e sheqerit në trup duke rritur insulinën dhe numrin e qelizave beta të pankreasit në trup, të cilat luajnë një rol jetik në hemostazën e glukozës, pasi janë një nga burimet kryesore të insulinës, citon Elfline. Ndihmon për ta mbajtur nivelin e shëndetshëm të kolesterolit. Ithrat përmbajnë fitokimikat të quajtur quercetin, të cilët ndihmojnë në uljen e kolesterolit total, si dhe kanë veti që ndihmojnë në uljen e niveleve të lipideve në gjak. Ato mund të ndihmojnë edhe në uljen e presionit të gjakut. Disa kërkime kanë treguar se pirja e çajit të ithrës rregullisht mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Mund të ofrojë përfitime mbrojtëse kundër radikaleve të lira. Disa kërkime kanë treguar se çaji I ithrës mund të mbrojë dhe të ngadalësojë përparimin e disa llojeve të radikaleve të lira. Gjithashtu është e rëndësishme të përdoren gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti, sidomos nëse jeni duke marrë edhe medikamente. Ithrat kanë vlera të mira shëndetësore dhe për shëndetin e veshkave. Vlerat më premtuese të lëngut të ithrës kanë të bëjnë me veshkat. Ky lëng ka efekte diuretike dhe ndihmon në stimulimin e urinës së shpeshtë dhe të shëndetshme. Lëngu I ithrës përmirëson edhe shëndetin e prostatës dhe parandalon zhvillimin e gurve në veshka. Ithra do të rrisin gjithashtu sistemin imunitar. Flavonoidet dhe karotenoidet që gjenden te çaji I ithrës së bashku me sasinë e lartë të vitaminës C I japin kësaj pije efikasitet të plotë në lidhje me fuqizimimin e sistemit imunitar.
Hithra do të përmirësojë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Shkencëtarët kanë zbuluar një lidhje të drejtpërdrejtë mes konsumit të rregullt të hithërës dhe uljes së tensionit të gjakut. Përbërësit anti-inflamator dhe kaliumi ndihmojnë në uljen e presionit të arterieve dhe enët të gjakut. Në këtë mënyrë ato përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe fluksin e oksigjenit në çdo pjesë të organizmit. Një gjë e tillë ul shanset për atak në zemër, ishemi ose komplikacione të tjera kardiovaskulare. Përmirëson tretjen. Antioksidantët dhe vetit anti-inflamatore të lëngut të hithërës e bëjnë atë fantastik kundër problemeve me tretjen. Lëngu i hithërës ndihmon në rimëkëmbjen e shëndetit të gjithë aparatit tretës dhe promovon rritjen e bakterieve të dobishme. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Lëngu i hithërës ka veti qetësuese që ndihmon në lehtësimin e simptomave të akneve, ekzemës, irritimeve dhe njollave të tjera të lëkurës. Ju mund ta pini këtë lëng për të përfituar këto efekte ose mund ta përdorni lëngun e saj për të lyer zonat e prekura në lëkurë për të siguruar përthithje maksimale. Ka efekte pozitive edhe kundër problemeve të osteoporozës. Lëngu i hithrave përmban shumë minerale, përfshirë këtu kalcium, magnez dhe kalium. Kjo e bën atë të jashtëzakonshëm për njerëzit të cilët vuajnë nga anemia, por edhe në parandalimin e problemeve gërryese të kockave me kalimin e moshës, citon Healthline. Gjithashtu, lëngu i hithrës mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe të ulë dhimbjet dhe të ulë inflamacionet. Lëngu i hithrës mund të ulë dhimbjet e muskujve të shpinës, të kokës, lëndimet e lëkurës e të tjera. Ky lëng është kaq i fuqishëm saqë mund të ofrojë edhe shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit. Aplikimet të jashtme të lëngut të hithërës janë po aq efikase, madje edhe të drejtpërdrejta, por gjithashtu sugjerohet të pini lëngun e hithrave për të përfituar shumë prej tij. Por nëse merrni medikamente të caktuara përpara përdorimit, konsultoni me mjekun tuaj. Për të përgatitur lëngun e hithrës në kushte shtëpie, mund të arrini rezultate fantastike në rigjenerimin e vlerave të tij. Gjithashtu, çaji i freskët të hithrave mund të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit, dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Gjethet e hithrës janë të quajtur si urticardioica, që është përdorur në mjekësinë tradicionale ndër shekuj. Sot, ju mund të blini gjethet e hithrës dhe t'i përdorni ato edhe në çajra ose në receta të ndryshme. Shkenca moderne ka gjetur disa arsye për të mbështetur më shumë besimet e lashta në lidhje me efektet medicinale të hithrës. Cilat janë përfitimet kryesore që kjo bimë do të ofrojë për trupin dhe shëndetin tuaj? Gjethet e hithrës janë një burim fantastik i antioksidantëve si vitamina C, të cilat reduktojnë numrin e molekulave të dëmshme të quajtura kryesisht radikalet e lira. Hithra mendohet se ofron një sër përfitime shëndetësore duke përfshirë lehtësimin e problemeve të artritit. Gjethet e hithrës ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit në kyçe. Disa studime kanë treguar se njerëzit me pak dhimbje të kyçeve kanë gjetur se aplikimi i hithrës ka patur rezultate fantastike në qetësimin e tyre, sidomos në zonat e prekura. Mund të jetë një mundësi e shtuar edhe kundër luhatjeve të sheqerit në trup. Gjethet e hithrës përmbajnë një përbërës të quajtur UD1, që duhet të veprojë si insulinë në trup, por ka gjetur kontradiktë edhe në përdorimin e saj. Gjithashtu, shëndeti juaj i frymëmarrjes mund të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i gjetheve të hithrës. Gjethet e hithrës përdoren prej kohësh në mjekësinë popullore për të ndihmuar kundër alergjive sezonale dhe problemeve të tjera në lehtësimin e frymëmarrjes. Ekspertët besojnë se kjo mund të jetë për shkak të aftësive të hithrës për të reduktuar histaminën që trupi jonë krijon kur i përgjigjet një alergjie. Gjithashtu edhe shëndeti juaj i prostatës do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i hithrës. Gjethet e hithrës mund të mblidhen në trajtimet e simptomave të kushtet të caktuara të prostatës, të tilla si ato në fazat e para. Gjethet e hithrës janë një burim shumë i mirë i kalciumit dhe mineraleve të tjera, të cilat ndihmojnë në uljen e riskut të problemeve të veshkave, osteoporozës dhe kushteve të tjera serioze shëndetësore. Është e pasur gjithashtu me vitaminën C, vitamina E, të cilat kanë veti të mira për imunitetin dhe kundër llojeve të ndryshme të radikaleve të lira. Nëse përdorni hithrën si trajtim, konsultoni me mjekun tuaj, sidomos në rastet kur merrni medikamente të caktuara. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.